Detajet e reja janë zbardhur nga operacioni SPAK në bashkëpunim me autoritetet italiane që goditën një grup që mashtron qytetarët e BE-s përmes call centerave dhe zhvatën 10 miliona euro. Mësohet se janë shpallur në kërkim 3 vëllezër nga Tropoja, Agim, Alfred dhe Arjan Prekaj, të cilët dyshohet se janë organizatorët e kësaj veprimtarie kriminale. Njëri prej vëllezërve, Alfred Prekaj, rezulton pronar i kompanisë Balkans Pro me objekt call center telemarketing. Nga kontrollet të paktën 12 persona janë arrestuar deri më tani. Disa nga të arrestuarit në kushte të flagrancës janë RG, EG, DQ, EM, RP dhe OK. Aksioni i Byros Kombëtare të Hetimit, policisë dhe autoriteteve italiane ka nisur prej ditës së djeshme. Mbrëm oficerët e policisë dhe BKH-s, përfshirë kreun Joni Keta, zbarkuan në disa kulla luksoze në Tiranë. Gjatë kontrolleve u sekuestruan kompjuter dhe portofole kriptomonedash, të cilat dyshohet se lidhen me mashtrimin e qytetarëve të BE-s. Hetimet në Shqipëri po ndiqen nga prokurori i SPAK, Ened Nakuçi, dhe një prokuror i huaj. Mësohet se ky grup përdorte një skem të mirëmenduar për të humbur gjurmët, duke ndërruar her pas here ambientet me qira ku ushtronte aktivitetin e paligjshëm. Hetimet kanë pasur si indicie edhe një investigim të bërë nga emisioni italian Lejene, ekipi i të cilëve ishte dje në Tiranë gjatë aksionit. Ekipi kishte infiltruar një person i punësuar si operator në call center që ndodhej në katin e 13 të kullës Forever Green Tower, pranë gjykatës së lartë në qendër të Tiranës. Por kur zbarkoi BKH dhe policia, aktiviteti i paligjshëm ishte zhdukur. Sipas investigimit italian, i përfshirë në këtë rrjet ishte edhe policia italiane i cili Sipas investigimit italian, i përfshirë në këtë rrjet ishte edhe polici italian i cili rekrutonte të rinj në Itali, të cilët më pas dërgoheshin për të punuar si operator në call centerat mashtrues në Tiranë dhe disa shtete të tjera. Skema bazohet në telefonatat që përmes një investimi fillestar 215 euro premtohen fitime të lehta dhe platforma digjitale që simulojnë investime në situata të cilat në fakt nuk ekzistojnë.